Mirë mbrëma, nga tani mund të parashikojmë të ardhmen. Është e vërtet, dëgjojeni me kujdes, sepse do kujt nga ju mund t'i interesoj. Sa prej jush do dëshironi që të njohin të ardhmen, pra të njohësh se si do të shkojnë gjërat e tua. Sa prej jush kanë kërkuar gjatë jetës që të parashikojnë disa evenimente, që në qoftë se ti je duke përgatitur një punë, ose ke investuar diçka, të shikosh se deri ku do shkosh, ose si do t'jetë ky lloj projekti që ti ke në dorë. Por merreni me mend, tani është në gjendje një lloj sistemi që mund të parashikojë me eksaktësi të ardhmen e secilit. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Një student kinez i quajtur Gua Hongyong, një gjë e tillë, 20 vjeçar, ka bërë një lloj sistemi për të zbuluar të ardhmen e çdo lloj kompanie, çdo lloj njeriu, çdo lloj gjëje që ti kërkon për të ardhmen. Pra e parashikon këtë me një saktësi maramëndse. Nuk po bëhet publik sepse lajmi, sepse dihet sepse. Pra perëndimi nuk po e bën publik, ndosë ky ka dalë ka 3-4 javë që ka dalë. Dhe në GitHub ka pushtuar rrjetin, bile ka tejkaluar Microsoftin, Googlein, ChatGPT dhe tjera sistemet që të inteligjencë artificiale. Tani, si funksionon ky lloj sistemi dhe nëse do dëshironi dhe ju ta bëni, është shumë e thjeshtë. Mjafton që të futeni në GitHub, është open source, pra është i thjeshtë për të përdorur, sepse mjafton që ti t'i vësh disa informacione të jetës tënde dhe ai i llogarit. Si llogarit? Pra ky lloj sistemi është një sistem i bazuar në inteligjencë artificiale me informacionet që ka në përgjithësi, por dhe informacionet që ti i jep. Dhe këto informacione shtesë mblidhen të gjitha së bashku dhe pastaj në fund fare, pasi është bërë një llogaritje në detaj, sepse funksionon tamam secila nga këto porta, të quajtura kështu, pra portat që i hap, sepse hap miliona porta për t'i llogaritur, pra të gjitha, sikur të ishin, për shembull, nëse njëri nga ju ka një shoqëri që quhet Albania, e zëm. Dhe kjo shoqëri Albania po bën tregti. Çfarë bën tani sistemi? Merr informacionet që ka në sistem, pra në internet. Njëkohësisht i përball ato, pra i ballafaqon me ecurin e çdo lloj tregu. Për shembull, çfarë tregu po bën tani në këtë moment? Po bën treg rakie, vere, okay. Kontrollon të gjitha tregjet. Njëkohësisht kontrollon edhe luftrat nëse do ketë. Nëse do të ketë dhe lëvizje të tjera politike, gjeografike apo si tjenë. Sepse do i llogaris këto me miliona porta që të jap rezultatin e duhur. Dhe duke i llogaritur të gjitha këto, në fund fare vendos good mode. God është metodë e Zotit, që është një sistem i krijuar nga të gjitha rrjetet këto sistemet operative. Kryesisht e ka krijuar fillimisht Microsoft, ku i mbledh të gjitha informacionet dhe duke sikur ti sosit. Dhe në fund fare pastaj del rezultati final. Dhe në rezultatin final nuk ka gabuar pothuajse fare. Sepse është kaq i saktë, pra rezultati, sa ka lënë të gjithë pa fjalë. Shikoni, një zotëri, një kinez, një miliarder kinez, bëri një llogarit të kompanisë së tij se ku gabonte. Me fjalë, nëse do të gabonte në të ardhmen dhe investimet që ai do të bëjë nga tani e tutje, por edhe parashikimet tjera. Dhe çfarë bëri? Ndeti 24 orë së bashku me këtë sistemin që të kuptonte, duke dhënë informacione të tjera dhe më të detajuara, dhe sistemi i tha se ku kishte gabuar. Dhe ai nuk e kishte kuptuar se ku gabonte. Në fakt, ai tani do të fillojë të korrigjojë ato gabime fal këtij sistemi. Dhe dini se çfarë bëri? I fali këtij djaloshi të ri $4 milion. Do thoni ju, ç'lidhje ka? Pse ja fali? Sepse ai tani do të di se si do të sillet. Është miliarder. Ai do i fitoj këto para me mira herë sepse fal këtij sistemi, pra sistemit që quhet microfiche. Kështu quhet ky lloj sistemi, pra ky lloj sistemi që kërkon, që parashikon të ardhmen. Dhe microfiche bën që është një, si mund të quhet, një peshk i vogël,
bën disa llogaritje shumë komplekse dhe është kaq i thjeshtë për ta përdorur. Provova, thjesht për kuriozitet, por duhet shumë kohë për të pritur, sepse nuk mjafton vetëm pak minuta, varet nga çfarë informacionesh ka, sepse ka disa që kanë shumë informacione, ka disa që kanë pak informacione, varet nga informacionet që ka brenda inteligjencë artificiale. Dhe doja të thosha me këtë që deri tani vlera ka dalë në mars, mos gaboj 24 mars, nuk ka kaluar as 2 javë gjysmë, 3 javë, dhe në një kohë shumë të shkurtër është bërë kaq publik sa ka vënë poshtë çdo gjë dhe është falas ndërkohë, por vlera ka shkuar në $30 milion. Vlera e këtij open source, pra e këtij lloj sistemi, ka shkuar në $30 milion. Tani, varet nga userat sa do ta përdorin këtë. Për shembull, nëse do futen 2 milion shqiptar, për shembull, ose 3 milion shqiptar, që të shkojnë dhe të kërkojnë, nëse me fjalë mund të parashikojnë të ardhmen, të shikojnë ku kanë mundësi që mund të korrigjojnë të ardhmen, duke përdorur 2 milion apo ndoshta 3 milion, merreni mend sa mund të shtohet vlera, sepse në një kohë shumë të shkurtër, siç thash, ka arritur vlerën në 30 milion. Tani merreni me mend gjithë bota, nëse do të futet, unë jam i bindur për këtë që në një kohë shumë të shkurtër do t'i ofrojnë dhe 1 miliard, 2 miliard ose 3 miliard dollar për ta bler këtë, po kinezët nuk i japin. Për më tepër, lexova që vetë kryeministri, pra Xi Jinping, i ka shtruar dorën këtij djaloshi, sepse është një shpikje madhështore. Një shpikje e re që nuk ishte parë më përpara, normal që duke qenë një shpikje me inteligjencë artificiale, dikush do thotë po mirë, e thjesht po bëheni, pse s'e ka bërë tjerët. Pra është ide brillante me një mënyrë të thjesht, por efikase, sepse që të gjithë, se ky është problemi final, që të gjithë kërkojnë të dinë të ardhmen. Sepse nuk është vetëm idea e të gjeturit të problemeve, por ajo që të ngacmon më shumë, thua, si do t'jetë e ardhmja ime? Pra e një kompanie, njeriu, nëse është artist apo ku ta di unë, sepse edhe në një personazh, politikan apo artist, mund të gjej deri në minimum, pra parashikimin e personazhit, sepse parashikon, siç u thash, për shembull, nëse është një politikan, shtrihet duke kërkuar, hap portat me miliona porta në të gjitha fushat, në konkurrencën e politikanëve, në shokët që ka, në ecurinë që do bëhet ndër vite, etj. Dhe ta jep me saktësi sa kohë do të qëndrosh në politikë, si do të shkojë politika dhe etj. Shikoni, bërën një test me një libër i viteve 1700 që nuk kishte një finale, sepse autori kishte vdekur, një autor kinez. Dhe çfarë bëri? Ja dhanë këtij që ta përpunonte, e përpunoi dhe doli finalja. Tani ky libër nuk ishte shfaqur, me fjalë ishte shtypur ky libër, por nuk ishte bërë shumë publik. Dhe merreni me mend, disa nga familjarët e këtij libri që kishte shkruar dikush në vitet 1700, thonë që atë që ka shkruar, që ka nxjerrë si parashikim ky lloj, pra microfiche, i afrohet pothuajse eksakt asaj çfarë mendonin edhe familjarët. Pra e riformoi edhe një herë finalen e këtij libri ashtu siç e kishte menduar ai që e shkruajti, që nuk ekziston më, dhe për më tepër që nga vitet 1700, për më tepër nuk e mbaroi. Pra, zbulimi i radhës me inteligjencë artificiale drithëron, sepse më vonë ndoshta do shpiken gjëra që jo vetëm do parashikojnë të ardhmen, por ndoshta do parashikojnë edhe mendjen tonë, pra direkt mendjen tonë. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë shpikje dhe doja t'ju pyesja, ju do ta bëni një kërkim të tillë? Mbajeni mend, microfiche në GitHub. E gjeni, është i thjesht për ta përdorur dhe natën e mirë.